cili është mesazhi më i çuditshëm që ke marrë në DM? Këtu ka shumë, edhe është puna që në i harraj, po 5 sekonda shkun, po më duhet, pështova. Po ndoshta njerëz që më thojnë, me knu një kongë, në një kjo nuk më konë shumë interesant, për me knu kongë kinezisht ose japonisht ose diçka që nësë nuk kam shansë me vo. Ku shkon imagjinata e njerëzve, ata kalon ndonjëherë sin dikush që ke dash patjetër me ta lexu edhe me ta kthy. Gjithsesi, po. A të ka lëndu, a të ka prek? Që ajo e ka inspiru kongën. Po. Kena nxjerr në Ka ndodh, është normale, po. Ma e dhimbshme. Edhe unë e kom bote njerëz tjerë që nuk jam marrë kërkujt për nga të zemër. Ama për mu është tragjike me malon dikush sina dhe mos me e kthy. E po më varet për situatës. Është me venu qa ke bo. Është si shprehje që ka personi. Po është me dhimbshme ta lënë sina, po mos ta lexoj fare. Për mu me lunë, jo, vëlla mos me lexu fare, se vjen që... Prape ngushlloj vetën. Po, e di që po me jera në tongë. Kush është personazhi shqiptar që do doje ta bënit një duet? One, që ata që i du i vlerësoj shumë, është e pa mundur mi nda, po mi me thonë Flori, mu ma jesi, Almendre Qepagiqi, Alban Ramosa i bërë muzikë shumë të mirë, këtyne të artistave të erës së re, Tajnën e kam shumë në qef, Era i Strefi. Besoj se do ta dëgjojnë këtë intervistë, edhe pse ju në të ardhmen t'ju shohim bashkë në një bashkë. E kush është një këngëtare që nuk e dëgjon kurrë dhe s'të pëlqen? Qoftë vendore ose dhe ndërkombëtare. Që ndoshta ka impakt, qarkullon mirë në botën e muzikës, po nuk është në shihet edhe preferencat tuaja. E kam vështirë tashme. Unë ngoj muzikë qaq shumë, sa që në çdo lloj muzikës e gjeni diçka që më pëlqen, qoftë tekst, qoftë melodike, qoftë produksion. A është dikush këngëtare ose këngëtar që nuk e meriton pozitën që ka? Okej. Skenën internacionale ka për menim tem. Vendore? Edhe vendore ka deri dikon, po s'është që s'kisha deklaruar. Në rregull. Ndoshta do të na përgjigjej nëse e pyes. Nëse kisha pas kohë më shumë me mendu, nështë kisha një përgjigje, ama normal me bazë. Atëherë po e kthejmë në këtë formën tjetër dikë që ti mendon se është i nënvlerësuar, por meriton më shumë. Okej. Po e ceka Alban Ramosajn, po mendoj që meriton sukses shumë atë masa që ka se vlerësoj shumë muzikën e tij. Edhe në Kosovë kemi artista edhe shumë edhe tri që janë të nënvlerësuar, po besoj që tash u arë një farë fryme e re që artistat e ri po fillojnë me u vlerësu, edhe mu po më pëlqen shumë si trend, që artistat e ri po janë ma të guximshëm. Nëse nuk do t'ishte TikToku, a do t'ishte ky që je sot? Ndoshta kish marrë kohë ma shumë që unë me dalë publikisht, po herët avon besoj që po, ama definitivisht në qëtë pozit ku jam sot, jo. E ke fshirë ndonjëherë ndonjë video sepse dikush ta ka kritiku? Jo, zakonisht i kom lënë që ato, kom fshirë një video që mu ka dalë prej qefit masane.